Меѓу изјави дека Чаир се модернизира со нови урбани стандарди и нагласи дека се реализираат нови улици, улично осветлување, канализации и безбедни тротоари. Тој го спомена и проширувањето на булеварите Цветан Димов и Митхат Frasheri. Po ndërtojmë shkollën e re për fëmijët me nevojat e veçanta dhe qendrën ditore edhe ti i rëndësishëm për integrimin dhe përkujdesin e tyre. Do të adaptojmë hapësirat publike me rampa, ndriçim dhe sinjalistik universale që çdo qytetar të ndihet i lirë dhe i barabartë. Në qendër të këtij vizioni arsimor është kampusi universitar Nën Tereza, një investim historik për 40 milion eurosh që do të shndrojë Çairin në qendër të arsimit të lartë në vend. Кандидатот на Наи Османи изјави дека во првите 100 дена Чаир ќе стане најчиста општина во Скопје. Тој додаде дека по изборите во Чаир ќе се случи земјотрес на промени и побара поддршка од граѓаните, ветувајќи дека нивниот глас ќе се слушне. Në 100 ditët e para do të bëjmë rishikim të plotë të ndërtesave pa leje dhe premtoj se as 1 centimetër nuk do të ndërtohet më pa leje në Çair duke mbrojtur qytetarët të cilët kanë qenë pjesë e manipulimit. Pas 19 tetorit, Çairi do t'i ndodhë një tërmet ndryshimesh që ju i kërkoni çdo ditë. Dhe këto nuk janë premtime për një të ardhme të largët. Këto janë angazhime konkrete që i marr përsipër nëse më jepni besimin tuaj. Изборната трка во Чаир се смета за една од најжестоките меѓу двете албански коалиции Влен и Наи, каде што силите ги одмеруваат двајца поранешни сопартици од ДУИ.